Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, mirë se vini përsëri në emisionin tonë. Sot do të flasim për temën të rinj si dëshmitar të Krishtit në shoqëri. Në këtë botë që lëviz me ritme të shpejta, ku çdo ditë sjell zëra të rinj, mendime të ndryshme dhe shpesh konfuzion mbi atë që është e vërtet dhe e qëndrueshme, ndalemi sot për të menduar mbi një thirrje të thellë dhe shumë personale. Çfarë do të thotë të jesh i ri dhe dëshmitar i Krishtit në shoqërinë e sotme? Rinia është një kohë e bukur, plot energji, ëndra dhe kërkime. Është mosha kur njeriu përpiqet të gjejë veten, të kuptojë rrugën e jetës dhe të ndërtojë identitetin e tij. Por është edhe një periudhë sfiduese, ku ndikimet janë të shumta, presionet janë të forta dhe zgjedhjet shpesh nuk janë të lehta. Në këtë realitet, shumë të rinj përballen me pyetje të mëdha. Kush jam unë? Çfarë kuptimi ka jeta ime? A ka vend besimi në këtë botë moderne? Dhe pikërisht këtu fillon bukuria e thirrjes për të qenë dëshmitar. Sepse të jesh dëshmitar i Krishtit nuk është një rol i rezervuar vetëm për disa njerëz të veçantë apo për kohë të tjera. Është një thirrje e gjallë për secilin prej nesh, veçanërisht për të rinjt, që kanë forcën, guximin dhe zemrën për të sjellë ndryshim. Të jesh dëshmitar nuk do të thotë vetëm të flasësh për besimin, por mbi të gjitha ta jetosh atë në përditshmëri. Do të thotë të sjellësh të mirën, edhe kur është më e vështirë, të qëndrosh në të vërtetën, edhe kur të tjerët zgjedhin rrugë më të lehta. Të falësh kur është më e lehtë të mbash inat, dhe të duash edhe kur nuk merr asgjë në këmbim. Në një botë ku shpesh dominojnë interesi dhe sipërfaqja, një zemër e pastër dhe e sinqertë bëhet një dritë e rrallë. Shpeshherë mendohet se për të qenë dëshmitar duhet të bësh gjëra të mëdha, të jashtëzakonshme, por në të vërtetë, dëshmia më e fuqishme fillon nga gjërat e vogla. Një fjalë e mirë në një moment të vështirë, një gjest ndihme pa u vënë re, një qëndrim i drejtë kur të gjithë të tjerët heshtin. Këto janë ato momente që ndërtojnë një jetë me kuptim dhe që reflektojnë praninë e Krishtit në botë. Të rinjt sot përballen me shumë sfida. Rrjetet sociale shpesh krijojnë një realitet të shtrembëruar, ku dukja vlen më shumë se thelbi, ku krahasimi sjell pasiguri dhe ku vlerat shpirtërore duken sikur humbasin rëndësinë e tyre. Në këtë ambient, të jetosh kërkon guxim. Kërkon të mos kesh frikë, të jesh ndryshe, të mos ndjekësh gjithmonë turmën, por të dëgjosh zërin e ndërgjegjes dhe të zemrës. Por pikërisht, ky guxim është ajo që e bën një të ri dëshmimtar të vërtet. Sepse bota nuk ka nevojë për shumë zhurmë, por për më shumë origjinalitet. Nuk ka nevojë për njerëz që thjesht përsërisin fjalë, por për ata që jetojnë me kuptim, me dashuri dhe me të vërtetë. Besimi nuk është dobësi, siç mund të mendohet ndonjëherë. Përkundrazi, ai është një burim force e brendshme. Duhet forcë për të falur, për të qëndruar i drejtë, për të mos u dorëzuar përballë vështirësive dhe për të besuar edhe kur rruga duket e paqartë. Një njeri që jeton me besim është një njeri që ndërton jetën mbi një themel të fortë, që nuk lëkundet lehtë nga stuhitë e kohës. Dëshmia e të rinjve nuk kufizohet vetëm brenda mureve të kishës. Ajo shtrihet në çdo hap të jetës, në familje, në shkollë, në shoqëri, në marrëdhënie dhe madje edhe në botën digjitale. Çdo fjalë, çdo reagim, çdo zgjedhje është një mundësi për të reflektuar dritë dhe për të sjellë shpresë. Ndoshta ndonjëherë mund të ndjeni të vegjël për të bërë ndryshim, ose të pasigurt në rrugën tuaj, por duhet të kujtojmë se edhe një dritë e vogël ka fuqinë të thyej errësirën. Dhe një zemër e mbushur me dashuri dhe besim mund të ndikojë më shumë se sa mendohet. Të jesh dëshmimtar i Krishtit do të thotë të jetosh me një qëllim të madh se vetja. Do të thotë të sjellësh paqe aty ku ka konflikt, mirësi aty ku ka ftohtësi dhe shpresë aty ku ka dëshpërim. Është një rrugë që kërkon përkushtim, por që sjell një gëzim të thellë dhe të qëndrueshëm. Të dashur të rinj, mos keni frikë të jetoni besimin tuaj. Mos keni frikë të jeni ndryshe në një botë që shpesh kërkon përshtatje.
sepse pikërisht në këtë ndryshe qëndron bukuria e dëshmisë suaj. Bota ka nevojë për ju, për dritën tuaj, për sinqeritetin tuaj dhe për dashurinë që mund të ndani. Le të përpiqemi të gjithë që në mënyrën tonë të thjeshtë dhe të përditshme të jemi një pasqyrë e dritës së Krishtit në këtë botë. Sepse ndonjëherë dëshmia më e fortë nuk është ajo që thuhet me fjalë, por ajo që shihet në jetën tonë. Sot dua të fillojmë me një pyetje që ndoshta nuk e bëjmë shpesh. A jemi vërtet të gatshëm të tregojmë që besojmë? Apo ndonjëherë heshtim sepse kemi frikë nga mendimi i të tjerëve? Ndonjëherë duket më e lehtë të qëndrojmë të heshtur, të përshtatemi, të mos dallohemi. Por, të rinj, besimi ynë nuk është një ndjenjë private, nuk është vetëm një gjë që e mbajmë në zemër për vete. Besimi ynë është një thirrje për të jetuar ndryshe, për të reflektuar dritën e Krishtit në çdo veprim dhe fjalë. Çfarë do të thotë kjo në jetën tonë të përditshme? Do të thotë që të zgjedhim dashurinë edhe kur është e vështirë, të falim kur zemra na thotë jo, të tregojmë durim me ata që nuk e meritojnë, sepse Krishti na mëson se dashuria dhe mëshira nuk kërkojnë merita. A nuk është kjo dëshmia më e fuqishme e besimit? Shikoni rreth jush, në familje, në shkollë, me miqt. A mund të thoni se njerëzit rreth jush e shohin Krishtin në veprimet tuaja? Apo ndoshta ata shohin vetëm frikë, mos përputhje midis fjalëve dhe veprimeve, apo heshtje kur duhet të flasim? Të rinj, është një sfidë e madhe, sepse shpesh jeta e përditshme na tërheq drejt gjërave të vogla dhe të përkohshme, ndërsa besimi na thërret të jemi të fortë, të qëndrueshëm edhe të ndriçojmë. Mund të mendojmë se të jesh besimtar do të thotë thjesht të shkojmë në kish, të lexojmë lutje apo të bëjmë disa rituale. Por në të vërtetë, besimi i vërtet shfaqet në veprimet tona të përditshme, në mënyrën se sillemi me shokët, në respektin që tregojmë për të tjerët, në ndihmën që ofrojmë pa u ankuar, dhe në durimin ton kur jeta nuk shkon ashtu siç e kishim planifikuar. Të dashur të rinj, ndonjëherë duket se bota rreth nesh është e zhurmshme, e shpejtë dhe pa vëmendshme ndaj vlerave të vërteta. Por mos harroni, një veprim i vogël i mirë, një fjalë e drejtë, një buzëqeshje apo një gjest ndihme mund të jenë drita që ndriçon jetën e dikujt tjetër. Kjo është mënyra se si Krishti shfaqet përmes nesh. Pra, le të pyesim sërish veten. Në jetën tonë të përditshme, a shihet Krishti përmes nesh? Apo ndoshta ai shfshehur mbrapa frikës, pas shqetësimeve dhe pas nevojës për të përshtatur veten me turma? Besimi i vërtet nuk është i fshehur. Ai duhet të ndriçojë çdo hap, çdo fjalë, çdo zgjedhje që bëjmë. Kur e lejojmë këtë dritë të dalë jashtë, nuk është vetëm një mesazh për botën, por edhe një shërim për ne vetë. Tregoni dashuri, për ulësi, durim dhe falje. Le të bëhemi ata që njerëzit mund të shohin Krishtin përmes tyre, sepse kjo është thirrja jonë më e madhe si besimtar. Të jemi dritë në botë, të tregojmë se besimi nuk është thjesht një ide, por një mënyrë jetese. Dhe kështu, kur të largoheni nga ky emision sot, mbani në mend se cili veprim i vogël, se cila fjalë e thënë me dashuri, se cili moment kur të zgjidhni të bëni mirë, është një dëshmi e besimit tuaj. A jemi gati të jemi dritë? A jemi gati të tregojmë se Krishti është real, jo vetëm në fjalët tona, por edhe në jetën tonë të përditshme? Mendonim për këtë dhe le të veprojmë. Të dashur dëgjues, tani le të ndalemi një çast tek fjalët e Krishtit. Ju jeni drita e botës. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 5, vargu 14. Një fjali e thjesht, po aq e fuqishme. Një thirrje që na kujton se besimi ynë nuk është diçka që mbajmë vetëm brenda zemrës sonë, por diçka që duhet të shfaqet në çdo hap, në çdo zgjedhje, në çdo veprim që bëjmë. Por, çfarë do të thotë të jesh dritë në jetën e përditshme? Drita që Krishti na thërret të jemi, është ajo që reflektohet në gjestat e vogla. Në ato momente kur vendosim të veprojmë me dashuri dhe drejtësi, edhe kur askush nuk po na sheh.
Mendoni për një moment të thjesht në shkollë. Një shok është i mërzitur, ka probleme me detyrat ose ndihet i përjashtuar. Mund të qeshni me të tjerët, mund të shmangni situatën ose mund të jeni indiferent. Por të jesh dritë do të thotë të ndalosh, të afrosh dorën, të ndihmosh, të jesh pranë atij personi pa u ankuar, pa pritur shpërblim, vetëm sepse dashuria dhe mëshira e Krishtit po udhëheqin veprimin tënd. Në familje, të jesh dritë mund të thotë të tregosh durim dhe mirëkuptim ndaj prindërve, edhe kur janë të lodhur dhe kur ti vetë je i acaruar. Të pranosh të ndihmosh vëllezërit ose motrat, të ndash përgjegjësi pa u ankuar. Kjo është një mënyrë e bukur për të bërë besimin tënd të dukshëm. Me miqt, të jesh dritë mund të nuk kuptojë të thuash të vërtetën, të mbash integritetin, të mos ndjekësh thashëthemet, të zgjedhësh respektin mbi ironin dhe të jesh shembull i dashurisë dhe mirësisë. Çdo veprim i vogël, çdo fjalë e mirë, çdo buzëqeshje e sinqertë, çdo ndihmë që ofron, këto janë si rreze drite që ndriçojnë jetën e njerëzve rreth nesh. Prandaj, të jeni dritë nuk është një sfidë e lehtë, sepse kërkon vullnet, durim dhe guxim. Por çdo herë që vendosni të veproni sipas dashurisë së Krishtit, po bëni atë që ai na thot. Të jemi prezenca e tij në këtë botë. Një botë që shpesh duket e zymt, e ngarkuar me frikë dhe ankth, ka nevojë për dritën tuaj, për atë që vetëm ju mund ta sillni. Kështu kur të largoheni sot, mendoni për këtë. Çdo veprim i vogël dashurie, çdo fjalë e drejtë, çdo gjest që tregon kujdes për të tjerët, është një dëshmi e besimit tuaj. Dhe këto drita të vogla kur bashkohen, mund të ndryshojnë mjedisin rreth nesh. A jemi gati të bëhemi dritë? A jemi gati që njerëzit të shohin Krishtin përmes veprimeve tona, jo vetëm përmes fjalëve? Mendoni për këtë dhe le të fillojmë ta bëjmë realitet çdo ditë. Tani, dua të ndalemi pak dhe t'ju drejtojmë juve, të rinj që po më dëgjoni. Ky moment nuk është thjesht për të menduar, por edhe për të ndjerë dhe për të reflektuar mbi jetën tuaj të përditshme. Le të bëjmë disa pyetje së bashku. Sa herë keni zgjedhur të ndihmoni dikë dhe askush nuk e vuri re? Ndoshta keni ndihmuar një shok me detyrat, por keni qëndruar pranë dikujt që ishte i mërzitur. Ose keni mbajtur një sekret për dikë që kishte nevojë për mbështetje. Askush nuk e vuri re. Askush nuk tha mirënjohje. Megjithatë, ju vepruat. Dhe kjo është pikërisht dëshmia e besimit. Besimi nuk matet gjithmonë me lavdi ose komplimente. Ai shfaqet në ato momente të heshtura, kur vendosni të veproni me dashuri dhe drejtësi, sepse e dini se është e drejtë, jo sepse dikush po ju vështron. Dhe pyetja tjetër: a keni frikë të tregoni besimin tuaj përpara shokëve? Ndonjëherë duket se besimi vërtet mund të na veçojë, të na bëjë të ndryshëm, të mos përshtatemi me turmën. Por të rinjt, kjo është saktësisht ajo çka Krishti na mëson, të jemi dritë edhe kur është e vështirë. Tregimi i besimit nuk është thjesht të thuash fjalë të mëdha. Është të jesh i drejtë, të bësh mirë, të falësh, të duash dhe të mbash integritetin tuaj, edhe kur askush nuk po ju shef ose nuk ju vlerëson. Prandaj, dua që të ndaloni pak mendjen dhe të pyesni veten: çfarë do të thotë për mua të jem dëshmi e besimit sot? Apo zgjedh dashurinë mbi frikën? Apo tregoj kur duhet edhe kur është e vështirë? Në këtë pikë, ju më të ndalni mendimet tuaja me ne. Momentet më të vogla shpesh bëjnë ndryshimin më të madh. Dhe ato momente që nuk i sheh askush, janë ato që tregojnë më shumë për besimin ton, sesa çdo fjalë tjetër. Edhe tani të doja të ndaja me ju një histori që ka frymësuar besimtarët ortodoks për shekuj me radhë. Historia e Shën Maria Magdalenës. Ajo ishte gruaja që qëndroi pranë Isuit gjatë gjithë shërbimit të tij, deri në kryqëzim. Kur shumë të tjerë u trembën dhe u larguan, Maria qëndroi atje, e pa lëkundur, me një zemër plot dashuri dhe besim. Por historia e saj nuk mbaron këtu. Pas ngjalljes së Krishtit, ajo ishte e para që e pa Isuin të ngjallur. Dhe jo vetëm kaq, ai i besoi një mision të veçantë,
të shkojë tek dishepujt dhe t'u tregojë lajmin e madh se Krishti ishte ngjallur nga të vdekurit. Kjo e bën Shën Maria Magdalenën jo vetëm dëshmitare, por edhe dërguese e lajmit të madh. Pse është kaq frymëzuese kjo histori për ne sot? Sepse ajo tregon besimin e vërtet në praktik. Besimi nuk është vetëm një ndjenjë brenda nesh. Ai kërkon guxim dhe vendosmëri. Dëshmia e besimit nuk matet me fjalë, por me praninë, qëndrimin dhe veprimet tona në momente të vështira. Çdo njeri, edhe ai që nuk është i famshëm ose i fuqishëm, mund të bëhet një dëshmi e fuqishme e dashurisë së Krishtit në botë. Imagjinoni pak jetën e Shën Maria Magdalenës. Ajo pa dhimbjet, frikën dhe pasojat e rrethit të saj. Por nuk u largua. Ajo zgjodhi të qëndrojë pranë Krishtit, edhe kur askush tjetër nuk guxonte. Ajo nuk kërkonte lavdi. Ajo nuk donte vëmendje, vetëm dashuri dhe besim të vërtet. Dhe pikërisht, kjo e bëri veprën e saj të fuqishme dhe të paharrueshme. Për ne të rinjt, ky është një shembull i drejtë për drejtë. Kur ndihmojmë dikë që ka nevojë, edhe në mënyrë të vogël, ne po dëshmojmë besimin ton. Kur zgjedhim të jemi të drejtë me shokët dhe familjen ton, ne po tregojmë guximin që lidhet me Krishtin. Kur nuk heqim dorë nga vlerat e sakrificës, durimit dhe dashurisë, edhe kur askush nuk po na sheh, ne jemi si Shën Maria, dritë për të tjerët. Në Kishën Ortodokse, festimi i Shën Maria Magdalenës na kujton këtë mesazh të fuqishëm. Ajo nuk ishte një figurë e largët apo e paarritshme. Ajo ishte një grua që jetoi me devotshmëri dhe dashuri, qëndroi pranë Krishtit dhe u bë dëshmi e ringjalljes për gjithë botën. Ola, le të vazhdojmë për një pyetje për reflektim. Sa herë ne zgjedhim të qëndrojmë pranë dikujt që ka nevojë? Dhe kur askush nuk e sheh, sa herë zgjedhim të bëjmë të mirën, pa pritur shpërblim? Ky është momenti kur bëhemi dhe ne dritë e botës, siç Krishti na thret. Çdo veprim i vogël dashurie, çdo ndihmë e heshtur, çdo fjalë e butë, është një mënyrë për të treguar Krishtin në jetën tonë. Përmes veprimeve të tilla, ne bëhemi dëshmimtar të ringjalljes, si Shën Maria Magdalena, dhe të frymëzojmë të tjerët të besojnë, të duan dhe të veprojnë me guxim. Pra të rinj, mendoni këtë. Çfarë veprimesh të vogla mund të bëni këtë javë që të tregojnë dashurinë e Krishtit për dikë tjetër? Çfarë mund të bëni sot për të qenë dëshmi e besimit tuaj, si Shën Maria Magdalena? Sepse çdo veprim i vogël i bërë me zemër është një dritë që ndriçon jetën e dikujt tjetër dhe tregon botës se Krishti është i gjallë mes nesh. Historia e Shën Maria Magdalenës nuk është thjesht një rrëfim i së kaluarës. Është një thirrje e gjallë për secilin prej nesh. Ajo tregon se besimi i vërtet nuk matet me fjalë, por me veprime të vogla, të heshtura, por me zemër të madhe. Çdo gjest dashurie, çdo dorë që zgjatet për të ndihmuar, çdo buzëqeshje që japim pa pritur shpërblim. Kjo është drita që tregon Krishtin në botë. Le të reflektojmë pak. Sa herë kemi zgjedhur të qëndrojmë pranë dikujt që ka nevojë, dhe kur askush nuk na sheh? Sa herë kemi zgjedhur të falim kur zemra na dhemb, ose të bëjmë të mirën edhe kur duket e vështirë? Në çdo një nga këto zgjidhje, ne bëhemi dëshmimtar të gjallë të dashurisë së Krishtit. Si Shën Maria Magdalena, ne mund të jemi ata që sjellim shpresë ku ka errësirë, ngushëllim ku ka dhimbje dhe dritë ku ka frikë. Prandaj, dëshira ime për ju sot është e thjeshtë, por e fuqishme. Mos prisni ditën tjetër. Filloni tani. Zgjidhni të jeni dritë në jetën e dikujt tjetër. Bëni një veprim të vogël dashurie, një gjest të heshtur mirësie, një fjalë ngushëlluese. Çdo veprim i tillë është një thirrje e gjallë e besimit, një dritë që nuk shuhet, një dëshmi që prek zemrat. Të rinj, sot mund të bëni një Shën Mari e vogël për dikë tjetër. Çdo gjest i juaj mund të ndryshojë një jetë, mund të ngushëllojë një zemër të plagosur, mund të sjellë shpresë aty ku duket e pamundur. Mos e nënvlerësoni fuqinë e veprimeve tuaja, sepse çdo dritë e vogël
Ka forcë të shpërndaj errësirën. Bëuni dritë, bëuni shpresë, bëuni dëshmi. Tregoni Krishtin me jetën tuaj, sot, këtu, tani. Në fakt, në shoqërinë e sotme, të jesh dëshmitar i Krishtit nuk është gjithmonë e lehtë. Botë e zhurmshme, shpejtësi dhe prioritete të përditshme që na bëjnë shpesh të harrojmë fuqinë e gjesteve të vogla. Por çdo veprim i thjesht dashurie është një dritë që shpërndan errësirën. Mund të jetë një fjalë mbështetëse për një mik, një ndihmë e heshtur për dikë që ka nevojë, një buzëqeshje që ngro zemrën e një personi të lodhur nga jeta. Këto gjeste të vogla tregojnë se besimi nuk është thjesht një ide, por një mënyrë jetese. Mendojeni pak, në çdo ditë kemi mundësinë të tregojmë dashuri, durim dhe mirësi. Të jesh dëshmitar sot do të thotë të qëndrosh i drejtë kur është më e lehtë të heshtësh. Të japësh kur askush nuk sheh. Të falësh kur zemra do t'i mbajë të gjithë fjalët e ashpra. Prandaj unë ju ftoj të bëni diçka sot. Tregoni Krishtin me veprime, jo me fjalë të thjeshta. Një gest i vogël mund të ndryshojë ditën e dikujt. Mund të ngrojë zemrën dhe të japë shpresë. Dhe kështu, edhe një shoqëri që ndonjëherë duket e ftohtë, mund të ndriçohet nga veprime të vogla, por me zemër të madhe. Mos harroni, të jesh dëshmitar i Krishtit nuk ka të bëjë me famë apo madhështi, por me dashuri të përditshme, me veprime që flasin më shumë se fjalët. Sot bëni një zgjedhje, një buzëqeshje, një dorë që ndihmon, një fjalë ngushëlluese. Çdo gjest i vogël mund të bëhet një thirrje e fuqishme e dashurisë në botë. Bëhuni dritë për dikë sot, bëhuni shpresë, bëhuni dëshmi, sepse shoqëria e sotme ka nevojë për njerëz që tregojnë dashuri, jo vetëm që flasin për të. Filloni sot, filloni me zemrën tuaj. Ne e dim që jeta nuk është gjithmonë e lehtë. Shkolla, pritshmëritë e shoqërisë, sfidat me miqt, pasiguria për të ardhmen, të gjitha këto mund të na bëjnë të ndihemi të humbur, të lodhur ose të pafuqishëm. Por pikërisht në këto momente, kemi mundësinë të bëhemi dëshmitar të Krishtit, jo me fjalë të mëdha, por me veprime të thjeshta dhe zemër të hapur. Çdo vështirësi që përballoni mund të kthehet në një mundësi për të treguar durim dhe mirësi kur të tjerët nuk e bëjnë, për të zgjedhur të ndihmosh dikë edhe kur askush nuk e sheh, për të mbajtur besimin tuaj të fortë edhe kur gjithçka duket e errët ose e vështirë. Të jesh dëshmitar i Krishtit sot do të thotë të tregosh dashuri në jetën e përditshme, një fjalë ngushëlluese për një shok, një ndihmë e vogël për dikë që është në nevojë, një qëndrim i drejtë kur shumë të tjerë mund të largohen. Këto gjeste, sa të thjeshta edhe të heshtura, janë dritë që ndriçon botën përreth nesh. Tani duhet ju bëj një pyetje. Sa herë keni pasur mundësinë të bëni të mirë, edhe kur ishte e vështirë? Sa herë keni ndihmuar dikë pa pritur falënderime, vetëm për të treguar dashuri? Sot, ju ftoj të bëni një zgjedhje të vogël, por të fuqishme. Bëni diçka për dikë tjetër, që të tregoj besimin dhe dashurinë tuaj. Nuk ka rëndësi sa e madhe duket. Ajo mund të jetë një buzëqeshje, një fjalë ngrohtë, një ndihmë e heshtur. Çdo gest i tillë është një dëshmi e gjallë e Krishtit dhe një shembull për të tjerët. Mos harroni, çdo sfidë që përballoni mund t'ju bëjë më të fortë, më të butë dhe më të ndjeshëm ndaj nevojave të të tjerëve. Në këtë mënyrë, edhe vështirësitë tuaja bëhen një mundësi për të treguar dritën e Krishtit në botë. Prandaj sot, bëni një premtim me veten, të jeni dëshmimtar të dashurisë dhe shpresës, edhe në momente të vështira, edhe kur askush nuk e sheh. Sepse një botë më e mirë fillon me një veprim të vogël, me një zemër të hapur dhe me guximin për të qenë dritë për të tjerët. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë në orën 18
kemi studimin biblik, një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë, një hap drejt thellimit të besimit tonë. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore, ku çdo të enjte kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë traditë, pas liturgjisë hynore, takohemi në sallën e rinisë për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos u humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Jani o miqtemi në limanin e Zotit i. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, duke ju falenderuar që ishit edhe sot me ne, ju ftojmë të na ndiqni sërish në emisionin e radhës. Dhe shpresë të vërtet